Përjashtimi i dy këshilltarëve të Partisë Demokratike në Durrës për kryetarin e kësaj force politike Sali Berisha është ndërmarrë jo për shkak të mendimit të tyre në parti, por pasi kanë punuar për Partinë Socialiste. Në qoftë se ti në fushat elektorale në betejë, besimin që ta dham, sekretar politik Dege e përdor si dashsula, atëherë ti e përjashton vetën nga partia. Qoftë se punon për kandidat e Partisë Socialiste dhe jo për kandidat e Partisë Demokratike duke majtë postin që ke, ti ke majtur një qëndrim që ke nxjerrë vetën vetë jashtë partije. Por në reagimet e tyre në rrjetet sociale, Dritan Burgia dhe Erlind Boshku thonë se përjashtimet kanë ardhur pas një drekej që kanë pasur me Ervin Saljanin. Nga Selia Blu, Berisha kërkoi lirimin e 4 shqiptarëve të arrestuar në Serbi. Kërkoi edhe një herë lirimin urgjent. Përndryshe opozita do të ndërmarrë hapat e veta të protestave të fuqishme para përfaqësisë së Beogradit në Tiranë. Deklaratat e komisioneres Marta Kos për korrupsionin në Shqipëri, Berisha i komentoi si raciste dhe korruptive. Të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet Hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Një koment, kryetari i Partisë Demokratike e kishte edhe për përplasjen brenda grupit parlamentar socialist mes Taulant Ballës dhe Elisa Spiropalit. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur.